Kryetari I Prishtinës përparim Rama I ka dorëzuar çelësin e qytetit aktivistes së njohur për të drejtat e njeriut Natasha Kendic, duke vlerësuar guximin dhe përkushtimin e saj të jashtëzakonshëm në dokumentimin e krimeve të luftës dhe në promovimin e drejtësisë dhe pajtimin në rajon. Natasha Kendic është një nga ato zëra të rrallë që nuk I heshti dhe kur bota zgjodhi të mbyllte syt me guximin e saj të palëkundur, ai dha zë dhimbjes së drejtësisë kujtesës dhe ndër viktimave pa dallim kombi apo zhuaj e tha Rama gjatë ceremonisë. Kryetari theksoi se në kohët më të errta të historisë Kendic zgjodhi të qëndrojë në anën e së vërtetës duke rrezikuar gjithçka për një ideal më të madh, dinjitetin njerëzor. Sot pata nderin të dorëzoi çelësin e qytetit të Prishtinës një shenjë mirënjohje për jetën që ja kushtoi drejtësisë, së vërtetës dhe pajtimit. Shtoi më të ai. Rama theksoi se puna e Kendic është një kujtesë e fuqishme për gjithë rajonin, se pas bardhjen e së vërtetës nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme në një ditë që për ne është shumë më tepër se një datë në kalendar. Prishtina I thot faleminderit përfundoi ai. Natasha Kendic, e njohur si themeluese e fondit për drejtën humanitare, është një nga figurat më të respektuara për kontributin e saj në dokumentimin e gjenocidit dhe shkeljeve të drejtave të njeriut në ish Jugosllavi.